Konsideroni se zhgënjimi edhe prishja e raporteve mes Osmanit dhe Kurtit është kaq e madhe sa që thuhet një deklaratë tjetër se ata nuk ngopen kur dërgojnë vendin çdo 3 muaj në zgjedhje? Edhe kjo është në kuadër të pavërtetave të cilët lansohen me qëllim që me shkaktu mjegull në opinion publik lidhur me atë se kush i pat fajt. Me gjas këta besojnë që përmes shpifje dhe rranave mund të fitohet narrativa dhe t'i ngarkohet faji për zgjedhjet e parakoshme dikujt, por se pra po them, gjykatës më të mirë janë qytetarët e Kosovës. Nuk e di cila është arsyeja e këtyre lansimeve pavërtetave që i bën zonja një fjalë, por kemi në anën tjetër kryeministrin me një qëndrim jap dinjitos, as që lëshohet në një deklarata të tilla, është duke bërë përgatitjet e tij për procesin zgjedhor, dhe unë po besoj mbi atë çka po shohim dhe lexojmë në terren, fitoria do të jetë e madhe. Këtë di më e thonë. Fitoria do të jetë e madhe. Qytetarët e Kosovës e kanë dëshmuar që nuk i dojnë pavësitë. Qytetarët e Kosovës po ashtu kanë dëshmuar se ata të cilët bëjnë ndryshim radikal të qëndrimeve brenda një periudhe të shkurt, pa pas ndonjë bazë qartë, vetëm si është cënu interesi personal, nuk janë të aftë për me i përfacu ata. Apo më mirë të them, nuk janë meritor për me e përfacu vullnetin politik. Deklaratat të tilla, konsideroni se në rast se nuk ka reagime më pas, mbrapa, kam fjalën u ndalem te kjo e bon stilit, sepse realisht nuk kemi parë një qëndrim të zotit Kurti për të, sepse si akuzë, nëse i drejtohet pikërisht zotit Kurtit, është edhe akuzë e rëndë. Në anën tjetër, konsideroni se qytetarët në mungesë të një kundërpërgjigje, një argumentimi se nuk qëndron situata ashtu, edhe mund të dëmtoj lëvizjeve vendosje narrativa që po supozojmë se Osmani ka nisur drejt. Absolutisht jo, me një kërkim fare thjesht dhe njerë po e them mund të shihni qëndrimet e zotit Kurti sa i përket kampit Bon Still, unë edhe me date përmend. Edhe në cilat takime me kongresmen amerikan, është fare lehtë mund të verifikohet kjo që po them. Prandaj po them është shumë e konsiderojnë se nuk dëmtohet lëvizjave vendosje. Por lëvizjave vendosje jo që s'dëmtohet, po bile është çesharake kjo se si mund të thotë diçka e cila ka qenë publike si qëndrim. Por gjithsesi, ndoshta kjo është fushata, lloj fushatës që e kanë zgjedhur me ushqy me të pavërteta, por fatmirësisht i po jetojmë kohë të teknologjisë, lehtë mund të verifikojmë lajmet, qëndrimet, të kaluarën edhe të dëshmojmë para qytetarëve. E qartë, të qëndrojmë edhe pak tek zonja Osmani, kthimi i saj në LDK, mori me vete edhe 2 deputete që ishin në grupin parlamentar televizjes dhe vendosje, Jeta Statovsin dhe Albena Reshitaj. Besoni se ka dhe deputet të tjerë që ndoshta do t'i marrë me vete zonja Osmani? Dhe si e ke pa realisht edhe kalimin e Statovsit dhe Reshitaj? Po shiko, mbase këtë pyetje është mirë t'i drejtohet partnerit tonë, një subjekti tjetër të veçantë. Jeni në një grup parlamentar, sigurisht ju ndikon dhe juve shkuarja e tyre, shkuarja ndoshta edhe të tjerëve, apo edhe ardhja e dikujt. Ne kemi një bashkëpunim me listën Guxo, të cilën jo vetëm unë, po gjithë e kanë vlerësuar si bashkëpunim të frytshëm, që ka qenë bashkëpunim korrekt deri më tani dhe po ashtu ka ekzistuar dhe ekziston vullneti që këtë bashkëpunim ta vazhdojmë edhe më tutje. Personat në fjalë që i përmendat kanë qenë pjesë e listës Guxo, por nëse vetëm duhet me dhënë mendim është se për hir të korrektësisë, nuk dua të lëshohem në deklarata ku flas negativisht për ish kolegët e mi, meqense kem pas një bashkëpunim. Po ashtu çuditëm për këto lëvizje që i kam bë, nga fakti i thjeshtë. Qytetarët, siç e theksova, nuk i dojnë këto ndryshime radikale që bëhen brenda një periudhe shumë shkurtë dhe pas qarime të duhura. Se kush do të jetë president edhe kandidat, ta fare mirë e kanë ditë prej fillimit. Zonja Osmani nuk e ka pasur mbështetjen e LDK-s. Ai kryetari i LDK-s, zotri Lumnir Abdigjiku, ka dalë edhe ka gënjy në mënyrë pa skrupullt qytetarin e Republikës Kosovës atë natën e famkeqe, duke i prezantuar rrajshëm 15 nënshkrime si gjëja se janë nënshkrime për Vjosa Osmani.
Pastaj me një verifikim fare të thjeshtë, u pas ato nënshkrime ishin vetëm për një kandidat pa specifikuar se kush është emri dhe mbiemri i tij. Mashtrim i paskrupullt që nuk do duhet ta bënte një lider opozitor. Një lider i partijës që pretendon nesër pas nesër, ashtu siç thotë se më ardh në pushtet.